Për më shumë se 30 vjet, Mike Myers jetoi në rrugët e egra të Kalifornisë, duke bërë çmos vetëm për të mbijetuar edhe një ditë tjetër. I lodhur dhe i dërmuar nga dielli i pamëshirshëm, Myers shpesh gjendej në telashe me ligjin në kontene Alamainas, pasi u kërkonte njerëzve të panjohur ndonjë kopsur për të ngrënë. Edhe pse e dinte rrezikun, ai rrezikonte lirinë dhe sigurinë e tij, sepse uria ishte më e fortë se frika nga burgu. Një ditë, kur një zvëns sherifi dorëzoi një gjobë, askush nuk mund ta parashikonte se ky takim do të ishte fillimi një rrugtimi që do të ndryshonte jetët e tyre përgjithmonë. Një udhëtim i mbushur me të vërteta të hidhura, kujtime të dhimbshme dhe kërkimin për identitetin e vërtet të Mike-it. Mike Myers nuk u rrit në një mjedis të vështirë. Në fakt, ai u adoptua si foshnjë nga një familje shumë e mirë në San Leandro. Si fëmijë, ai ishte miqësor, luante në bandën e shkollës dhe kishte shumë shok. Por, brenda mureve të shtëpisë, gjërat nuk ishin aq të bukura sa dukeshin. Edhe pse prindrit adoptues bënin çmos që ai të ndihej i dashur, jo të gjithë në atë shtëpi e pranonin. Vëllezërit dhe motrat e tij adoptues mbajtën gjithmonë distancë. Pavarësisht se sa shumë përpiqej Mike të përshtatej, ata thjesht nuk e përfshinin kurrë në jetën e tyre. Kjo ndjenjë të qenit të tepërt e ndoqi atë gjatë gjithë rinisë dhe u bë një hije që nuk e la kurrë të qetë. Gjërat u rënduan edhe më shumë kur në moshën 16 vjeçare, Mike zbuloi se ishte i adoptuar. Ky lajm i dha përgjigje pyetjes se pse vëllezërit e tij ishin aq të ftohtë, por nuk e shëroi dhimbjen e tij. Goditja përfundimtare erdhi kur prindrit e tij adoptues ndërruan jetë. Sapo ata u larguan nga kjo botë, vëllezërit dhe motrat, që kurrë nuk e kishin dashur, e dëbuan plotësisht dhe i prend të gjitha lidhjet. Mike mbeti i vetëm, pa asnjë njeri ku të mbështetej. Ai filloi punë si shofer kamioni, një punë që i përshtatej natyrës së tij të qetë dhe vetmitare. Por izolimi i gjatë në rrugë filloi të dëmtonte shëndetin e tij mendor. Pa kursime dhe pa asnjë mbështetje, Mike humbi punën, humbi shtëpinë dhe përfundoi në rrugë. Për 3 dekada me radhë, rruga u bë shtëpia e tij. Ai luante në kitar dhe shpresonte që dikush t'i hidhte ndonjë monedhë për një vakt të ngrohtë. Shumica e njerëzve kalonin pranë tij sikur të ishte i padukshëm. Shpresa filloi të shuhej dhe Mike besonte se do të jepte frymën e fundit në trotuar, pa asnjë dokument dhe pa asnjë emër. Por, fati kishte rezervuar një kthes të papritur. Zvëns sherifi i Jacob Swalwell e kishte takuar Mike-in disa herë dhe ishte përpjekur të trajtonte me mirësi, diçka që rrallkush e bënte. Por ligji ishte ligj dhe pas paralajmërimeve nuk funksionuan, Swalwell vendosi t'i jepte një gjobë formale. Kur i kërkoi mjetin e identifikimit, Mike i dha një përgjigje që e ndali sherifin në vend. Nuk kam ID. Kjo pyetje thjesht, pse jo, hapi një bisedë që zgjati me orë. Swalwell kuptoi se Mike nuk ishte një kriminal apo një përdorues droge. Ai ishte thjesht një njeri i thyer që kishte humbur familjen dhe rrugën e tij në jetë. Sherifi kuptoi se pa një ID, Mike ishte i bllokuar. Ai nuk mund të merrte pension, ndihmë sociale apo asnjë lloj asistence. Swalwell vendosi se nuk mund të largohej thjesht duke i kthyer shpinën. Ai mori përsipër misionin e vështirë për ta ndihmuar Mike-in të pajisej me dokumenta. Rrugtimi në zyrat e shtetit ishte një makthi burokratik. Edhe pse Mike kishte pasur patent dikur, arkivat nuk gjenin asnjë gjurmë të tij. Mike filloi të dekurajohej, pasi ishte zhgënjur shumë herë. Por sherifi nuk e la të dorëzohej. Swalwell kontaktoi pastorin e tij dhe së bashku filluan të gërmonin në arkiva. Pas shumë orësh kërkimesh, ata gjetën certifikatën e lindjes së Mike-it. Atëherë u zbulua emri i tij i vërtet, Gordon Michael Oakley. Me këtë dokument në dorë, Mike më në fund mori kartën e identitetit. Ishte hera e parë pas 30 vjetësh që ai ekzistonte sërish për shtetin.
Historia mori vën dhe preku zemrën e një detektivi privat të quajtur Mark Asins. I prekur nga rasti, Asins vendosi të përdorte aftësitë e tij për të gjetur familjen biologjike të Mike-it. Duke përdorur emrin e tij të lindjes, ai bëri të pamundurën dhe gjeti diçka të pabesueshme. Nëna biologjike e Mike-it, Marie Pauline Oakley, ishte ende e gjallë. Historia e Marisë ishte gjithashtu e mbushur me vuajtje. Ajo ishte martuar në moshën 16 vjeçare me një ushtarak që e kishte lënë në varfëri të skajshme në një kabinë të rrënjuar. Kur Mike i vogël lindi dhe u sëmur rëndësisht, Marie e kuptoi se nuk i mund të ofronte dot mjekimin që i duhej për të mbijetuar. Me zemër të thyer, ajo e dha për adoptim përmes një kishe lokale, shpresonte që ai do të kishte një jetë më të mirë. Ajo nuk kishte rreshtuar të mendonte për djalin e saj. Pas 60 vjetësh ndarje, nëna dhe djali u takuan sërish. Kur u pan për herë të parë, lidhja ishte e menjëhershme, sikur tajna të mos kishte kaluar kurrë. Mike takoi edhe pjesën tjetër të familjes së tij të madhe, dhe tani planifikon të zhvendoset pranë tyre për të nisur një jetë të re, këtë herë me një emër dhe me njerëz që e duan vërtet. Asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur pa atë vepër të vogël mirësie nga zvendës sherifi Swalwell, një njeri që zgjodhi të mos shikonte thjesht një të pastrehur, por një qenie njerëzore që kishte nevojë për ndihmë. Ky akt i vetëm mirësie e ndryshoi gjithçka. Nëse kjo histori ju preku, mos harroni të bëni like, ta shpërndani me miqtë tuaj dhe të bëni subscribe për më shumë histori frymëzuese nga jeta reale. Faleminderit që na ndoqët.